parlamentor. Kam vërë që personat që i kanë dalë qoftë dhe njërë kundra Berishës janë shmangur, maksimum. Personat që i kanë qenë nga mbrapa, thjesht i ka shërbyrë e ti, se kanë kuptuar, mjafton bëjnë një bypass, nuk shkojnë rrugën e karrierës, si që është parashikuar me Demek, statuti është ligji. Ata që shkelin statutet, shkelin ligjit, dhe kanë treguar... Statutet nuk e kanë institucionin e karrierës për Frimrena, po. Është edhe më keq. Në atë parti kam ndërtu për parë vetë atë institucion me Institut Republikan Amerikan. Për tani jemi vonë për të i kemi qarë me kohë të punë, 192. Tani, ta persona ka kuptuar që ajti shëbëm Berishës e të bëjmë hajër. Edhe këtu ka drejti psenin kur thotë, mbrapa ti ka o maskarenja o budalej. Dhe nuk më dhisët fare, le thota edhe je për PD-ja, vlerë komtare, është anti-vlerë. është një bandë si pësëje. Ta gëzojnë e ta mbajnë, t'ja shofin dhe aerin, unë për vetën nuk kam dërmënd që të paktën të mos e vënë dukje sundimin e tyre, lakmin për pasurie pushtet, edhe negativitetin e këtyre personave. Personat që fituan dhe në atë garë, që nuk ishin të devotshëm për shkufare në atë parti, se kërkuan të bëjnë ajer me Berishën, e panë që me Berishën nuk funksionon. Dhe ka një diçka pozitive. Ky person nuk ndryshon. Edhe ka bërë aleat me më lumin, pjesën tjetër lum të politikës shqiptare, si që është Ilir Meta. Tani, qëfar presin shqiptarët? 2 vëndet të sigurta në Tiranë, ka Partia e Lirisë, ndërkohë Meta në qëfar presin nga shqiptarët, nga 2 kuçetra në aleancë të hapur me një tjetër, që skërmisin dhëmbët e mendoj se duke përtitur qoftë edhe tatë tjerë që bërtasin nga krau tjetër, se s'kam argument, forcë argumenti. Bërtasin, skërmisin dhëmbët, të blejnë, maksimumi, e pasaj të të shajnë. Kaqësh. Se për koalicionin me Metën këtë radhë, i detyrohej për shkak të suportit që i detyrim, janë bashkë, do të bëjë dhe me Ramës i që bënë që zbatuan atë kodin zjedhore atje. Janë bashkë, një njëtin halë. Edhe unë mendoj që të dyja partit bashkë nuk zojnë mbështetjen e popullit, pra është dhe një sondazh shqiptar nuk e thonë, po që të dyja partit bashkë nuk e marrin 40% si mbështetje në popull dhe mbi 60, po 7% shkon mbështetja për drejtësinë, që simbolizohet sot të spaku. Çfarë do mbështesun? E para herë që ne nuk përshojmë një përmirësim të jetës tonë, dhe këtë nuk ka burë nënit në mbushim të jetës tonë që jemi pa këmbë pushtet, që nuk kemi futur gypin e motopompës të rrjedhin për marrin para publike, ne që kemi punuar me djersën tonë. Nuk ja shohim ajrin, dhe e shohim të zymt edhe më të keqe situatën. Të marrim kraun tjetër, se për Berishën thamë. Po jo, do të ndjekim Ramën, do të merrni kraun tjetër, por para se të ndjekim kraun tjetër, premtimi i radhës i Ramës, pra ju thatë nuk ka pasur programe në zgjedhjet e shkuara. Ja tani vazhdojmë të komentojmë të kraun tjetër, se dalë sikur janë vetëm na tregon pasaportën europiane, të Bashkimit Evropian, se merr dhe një mandat tjetër. Ndjekim shkurtimisht dhe kthehemi. Nga bashkëbisedimi me qytetarët këtë të martë në rubrikën Sy më sy, kryeministri Edi Rama u shpreh se nuk ka rrugë tjetër për në Bashkimin Evropian veç se me Partinë Socialiste. Rama tha se vetmja mënyrë që qytetarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian dhe të jenë të barabartë me shtetasit evropian është të votojnë majtas më 11 maj. Pasaporta e BE-s na jep mundësinë që Shqipëria të bëhet sa Bashkimi Evropian dhe Bashkimi Evropian të bëhet sa Shqipëria. Se që kam për të fituar unë, këtë da shohin në 11 maj, po këtu nuk bëhet fjalë për mua, këtu bëhet fjalë për diçka shumë më të madhe. Këtu bëhet fjalë për t'i dhënë pasaportën e BE-s në radhë parë kalamajve të këtij vendi, në radhë parë fëmijëve të këtij vendi, në radhë parë atyre studentëve të këtij vendi, për t'i dhënë pasaportën e BE-s, jo TikTokun, pasaportën e BE-s. Për këtë bëhet fjalë. Dhe për këtë duhet ka përcyer mbi partitë, duhet ka përcyer mbi proçkullat dhe mbi dokrat dhe mbi pakënaqësitë, që janë legjitime të gjitha, nuk diskutohet. Duhet ka përcyer mbi këto. Sepse është një moment në histori që treni i historisë ka ndaluar para nesh. Dhe duhet ta kapim. Kryeministri ftoi qytetarët që të mos bien siç tha ai në kursin e alternativës së opozitës apo alternativave të tjera. Sipas tij, vota jashtë Partisë Socialiste rrezikon integrimin e vendit. Mirë, ndoqëm dhe Ramën, nuk mjaftuan 12 vite për socialistët, në 4 vite të tjera do të marrin pasaportën europiane për të rinjt, për fëmijët, për gjithë ne, tha Rama. Po.
Kara, tashmë mund të analizoni edhe qasjen e strategjinë e I futi përgjigje përfundimtare vetë pyetje se tani më thonë mua hajde fol tani. Për shembull, mund të sjell në vëmendje që 1/3 e grupit parlamentar, 24 deputetë ka lënë jashtë kandidimit, shumë të rinj të reja nga deputetët që duan nga kjo platformë nuk ka hequr asnjë me vlerë dhe nuk ka sjell asnjë me vlerë. Çfarë merite kanë këta? Rinë atje 9 orë për kongresin, dëgjojnë dhe presin telefon të marrin vesh ku janë dhe kus janë. E tha që duhet të ka përcem kufirin e partive. Unë po i bëj thirrje publike, ka përcem kufirin e egoizmit tënd. Mbi të gjitha, që t'jesh i nevojshëm për vendin tënd. Se atë e thua para fëmijëve atë pasaportën, po e thua edhe para nesh. E do të bëjmë se hir tani, metallin që na bën ne për pasaportat. Edhe unë që jam askush i sa herë që dal jashtë, kam qenë në Amerikë, edhe do shkoj prapë pas 3 ditësh, kam dhe unë dy njerëz që flas pikërisht për këtë. Mundësisht, pas një lloj merite nuk kërkoj këtu, të hiqen viza për shqiptarët atje në Amerikë. E kam bërë dhe Britani, aq sa ka pas mundësi. Domethënë, këta të huajt rrugën. Çfarë kërkoni? Aq shumë akses keni? Tani unë nuk marr merita. Mundohem si shqiptar të bëj 1% vejtull, një tull dhe për vendin tim. Tani ky ka merita se Europa kalon ke ky. Këtë e njohin, ne s'na njohin. Ky është historia, Shqipëria, e ardhmja, përjetësia, Skënderbeu, Ismail Gjemali, ky është. Por e çfarë jemi këtu ne? Ju s'me qartë këtu jemi ne. Që ky zotëria guxon edhe thot për meje si grekët, kalon rruga për në Europë, kalon nga Greqia, tani kalon dhe nga Rama dhe nga PS-ja. Jo. Nëse ky do kërkonte një europeanizim, atëherë ti bim shkurt, të flasim si shfet Europa. Kam qenë në Europë që në vitin 91 para zotërisë në Parlamentin Evropian. Edhe kam memorie shumë fort. E di çfarë kam thënë dhe çfarë kam thënë. 33 kapitujt nuk i bën dot Rama. Atë e bëj sfidë. Ish njerëz të tuaj, më ngarkon mua ta bëj unë. I tik edhe vet bile. 33 kapitujt i bëj unë për 2 vjet. Në mënyrë të sigurt. Edhe bëjmë garanti drejtësisë në Shqipëri. Po ke marrë aty një bank edhe mendoj që do na marrësh peng, atëherë nuk e art ti shërbesh vendit, po ka art ta sundosh vendin. Dhe këtu ndahet burri i shtetit nga njeriu i cili sundon. Burri i shtetit do të devotshmëri për shërbyer, jo për të tallur. Ç'është kjo që na nxjerr ne? Nuk kemi fiset seminolle ne në fund të jetesës tyre, që ju nxjerrin pasqyrat e për t'i gënjur. Po, zoti Elezi, ne kemi diskutuar